A me shku te psikologu, a te psikiatri? Ti më nësh me menu që këto dyja janë të njëjta, po shkenca i dallon, jo në mënyrë konkurruese, po si plotësuese në kujdesin në shëndetit mendor. Sipas literaturës shkencore, psikologët edhe psikiatrit përfaqësojnë dy nga profesionet kryesore që ofrojnë shërbime të specializuara të shëndetit mendor, por me formime dhe me role të ndryshme klinike. Psikiatri është mjek i specializuar në psikiatri edhe ka kompetencë ligjore për me përshkru medikamente ose borna. Psikologu nga ana tjetër ka formim universitar në psikologji edhe fokusohet kryesisht në vlerësimin psikologjik edhe ndërhyrjet psikoterapeutike pa përdorim të medikamenteve. Një dallim i rëndësishëm lidhet me natyrën e trajtimeve edhe me profilin e pacientëve ose klientëve. Studimi krahasuar nga psikiatrë dhe bashkëpunëtorëve tregon se psikiatrit trajtojnë më shpesh çrregullime psikotike edhe rastet që kërkojnë menaxhim farmakologjik. Ndërkohë psikologët trajtojnë më shpesh çrregullime të ankthit, vështirësi emocionale, çrregullime të personalitetit dhe vështirësi të funksionimit psikologjik në përditshmëri. E në anën tjetër, psikoterapeuti nuk është një profesion i ndarë në vetvete, por është një rol profesional. Si psikologët ashtu edhe psikiatrit mund të jenë psikoterapist nëse kanë ndjekur trajnime të specializuara në një qasje terapeutike të caktuar si terapia kognitiv behaviorale, psikodinamike apo sistemike. Pra dallimi nuk qëndron tek titulli, por tek formimi dhe kompetencat. Autorët theksojnë gjithashtu se dallimet nuk janë vetëm teknike, por edhe konceptuale. Psikiatrit për shkak të formimit mjekësor i kushtojnë më shumë rëndësi faktorëve biologjik të çrregullimeve mendore, ndërsa psikologët fokusohen më shumë në faktorët psikologjik edhe social. Megjithatë, në praktikën moderne këto qasje gjithnjë më shpesh ndërthuren mes vete. Në fund, literatura shkencore është e qartë. Psikologët, psikoterapistët dhe psikiatrit nuk janë alternativa kundër njëra tjetrës, por janë pjesë të njëjtit sistem kujdesi. E ty, cilat përshtatet më shumë për vete, kallëzom të komente edhe për më shumë video si kjo, bëja subscribe urbanit në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.